Novena e Krishtlindjes. Kur perandori i Romës lëshoi dekretin që të gjithë duhet të shkonin në qytetin e tyre për të regjistruar, Jozefi dhe Maria shkuan për të regjistruar në Betlehem. Sa shumë duhet të ketë vuajtur Virgjëresha e Shenjtë në këtë udhëtim 4 ditor, kur mbërritën në Betlehem, koha e lindjes së Marisë ishte afër. Prandaj Jozefi kërkoi një vend strehim ku të mund të lindte fëmijën e saj, por meqense ishin shumë të varfër, u dëbuan nga shtëpitë dhe madje nga hani publik, ku kishin gjetur strehshëm njerëz të tjerë të varfër. Kështu atë natë, ata dolën pak nga qyteti dhe atje gjetën një shpellë që përdoroj si stall, dhe këtu hyri Maria. Por Jozefi i tha gruas së tij të virgjër: "Mari, si mund ta kalosh natën në këtë shpellë të ftohtë dhe të lagësht, dhe të lindësh këtu fëmijën tënd?" Megjithatë Maria u përgjigj: "I dashur Jozef, kjo shpellë është pallati mbretëror, në të cilën mbreti i mbretërve, biri i Perëndis, dëshiron të lindë." Kur ora e lindjes së saj kishte mbërritur, Virgjëresha e Shenjtë, ndërsa u gjinjëzua në lutje, pa menjëherë shpellën të ndriçuar nga një dritë verbuese. Ajo uli syt në tokë, dhe atje pa para saj birin e Perëndis të lindur tani në tokë, një fosh të vogël dhe të varfër, duke qarë dhe duke u dridhur në të ftohtë. Duke adhuruar atë si Perëndinë e saj, ajo e mori në gjoks dhe e përkëdheli. Pastaj e mbështolli dhe vendosi në kashtën e grashtit që ndodhej në shpellë. Kështu zgjodhi biri i Perëndis të lindte, për të provuar dashurinë e tij të pafundme për ne. O Jezus i adhurueshëm foshnjë, nuk do të kisha guximin të hidhesha në këmbët e tua, nëse nuk do ta dija se ti vetë më fton të afrohem. Jam unë që me mëkatet e mia të kam bërë të derdhësh kaq shumë lot në stadën e Betlehemit. Por meqense ke ardhur në tokë për të falur mëkatarët e penduar, më fal edhe mua. Tani që më vjen shumë keq që të kam përbuzur ty, shpëtimtarin tim dhe Perëndin tim, që je kaq i mirë dhe që më ke dashur kaq shumë. Në këtë natë, në të cilën ti u jep hire të mëdha kaq shumë shpirtrave, jepi ngushëllimin tënd qiellor edhe këtij shpirti tim të varfër. Të tëra çfarë kërkoj prej teje, është hiri për të dashur gjithmonë, që nga kjo ditë e tutje, me gjithë zemrën time, më ndez të gjithëve me dashurinë tënde të shenjtë. Të dua o Perëndia im, që je bërë foshnjë për dashurinë time. Mos më lejo kur të ndahem së dashuruari më shumë. O Mari, nëna e Jezusit dhe nëna ime, ti mund të marrësh gjithçka nga biri yt, me anë të lutjeve të tua. Ky është i vetmi nder që të kërkoj ty. Lutju Jezusit për mua. Amen. Gëzuar dhe e bekuar qoftë ora dhe momenti, në të cilin lindi biri i Perëndis, nga një virgjëresh shumë e pastër, në një stall në mesnat në Betlehem, në të ftohtin therrës. Në atë orë të bekuar, të lutem ty, të dëgjosh lutjet e mia dhe të më plotësosh dëshirat. Nëpërmjet Jezu Krishtit dhe nënës së tij shumë të bekuar. Amen.